Mirë mbrëma miq. Dua t'ju informoj që një grup i famshëm dhe shumë potent janë mbledhur para disa ditësh në Londër dhe kanë vendosur fatin e njerëzimit. Po, e dëgjuat mirë. Ajo që do t'ju tregoj sonte është vërtet drithëruese dhe do t'i lutesha kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende le t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Tani do t'ju them diçka që padyshim shumë prej jush nuk e din. Është një lloj mitingu që bëhet në fshehtësi, në anonim. Quhet Chatham House Rules. T'ja u përsëris që ta dini. Mitingu i famshëm dhe mitingu anonim quhet Chatham House Rules, më falni. Chatham House Rules është një lloj mitingu që askush nuk duhet ta di se kush merr pjesë gjatë atij mitingu. Pra, është një miting në anonim. Pse është në anonim? Sepse ajo që vendoset gjatë atyre minutave është çka vendoset për njerëzimin në të ardhmen. Sepse këta 40 emra të mëdhenj janë ata që livrojnë miliarda dollar, ose janë nga kokat më të mëdha të Google-it, të Apple-it, apo të fushave të ndryshme. Janë jo vetëm programator dhe inxhinier, por edhe investitor të mëdhenj. Dikush nga ju do thotë, po mirë tani ti si e di që këta janë mbledhur? Do t'ja u them. Sepse njëri prej tyre që ka lënë një intervistë, nuk ka pak orë, quhet Paul Tudor Jones. Po. Paul Tudor Jones është një nga bilionerët më të mëdhenj të globit. Dhe ai e tha publikisht që unë gjatë asaj konference u drithërova, sepse të gjitha të listën që përmendën ata më lart isha dakord, por kur përmendën që ne nuk dim se si do të shkojnë gjërat më vonë, aty u drithërova. Kjo është intervista që ka lënë. Dhe do t'ju them, ai intervistën, sepse e pash në një kanal amerikan, intervistën që ka lënë, ai thot haptazi që filmi Terminator nuk është një film, por është një dokumentar. Dhe jo dokumentar do si do, por është një dokumentar i detajuar. Dhe çuditërisht, ai kthehet mbrapsht pikërisht atëherë kur IBM krijoi pikërisht atë lupin, nëse keni dëgjuar, ose atë microchipin që bëri që të zhvillohej inteligjencë artificiale në 78-ën. Dhe çuditërisht, pikërisht tani, në këtë periudhë që po flasim, brenda këtij projekti gjendet edhe IBM. Por nuk është kjo që na bën më shumë që të drithërohemi, por është diçka tjetër. Si është e mundur që këta e din, si thoshte edhe Paul Tudor Jones, thotë që si ka mundësi që këta e din që ky është problemi dhe prap nuk zën mend. Prap ecin përpara. Mes tyre, si thot edhe Jones, ishte edhe një njeri që sipas tij ishte gjithmonë i maskuar, sepse ishte me kapele, me sharp, këtu etj, dhe me syze, dhe mbante syze dielli në sallë. Por ishte nga fundi. Dhe ai e ngriti dorën vetëm një herë. Vetëm një herë për të vendosur një mbështetje ekonomike. Dhe ishte mbështetja ekonomike më e madhe që ishte aty në atë konferencë. Bëhet fjalë për rreth 120 milion dollar gjatë asaj konference. Nuk është shumë e madhe ndoshta për dikë nga ju, por 120 milion dollar në një konferencë normale që takohen një herë në vit, pra në Chatham House Rules, pra në një konferencë anonimi ose anonimësh, që takohen dhe pikërisht gjatë asaj konference del njëri që nuk flet fare dhe kështu, okay, thotë jam dakord. Dhe për kë ishte dakord? Ishte pikërisht dakord për investimin e robotikës për sa i përket eliminimit të problemeve. Për shembull, nëse keni vënë re tek filmi Terminator, një nga si mund të quhet nga këta robotët u ribelua.
Dhe ishte pikërisht një nga këta robotët që donte të kthej mbrapa, një tjetër robot që donte të kthej mbrapa dhe të shpëtonte njerëzimin. Sepse ishte ndërgjegjësuar dhe kishte kuptuar që robotët e zhvilluar do e shfarosnin njerëzimin. Pra duket sikur është një alegori e njëjta me atë të filmit. E gjitha ajo që po ndodh tani. Dhe pyetja ime është, si është e mund, pikë së pari, pse duhet të mblidhen 40 nga më kokat më të mëdha të njerëzimit për sa i përket inteligjencës artificiale, kokat e njerëzimit të inteligjencës artificiale, kokat për sa i përket zhvillimit teknologjik, kompjuterik etj, pra shkencëtar dhe etj, të mblidhen anonim. Pse? Gjëja e parë, që unë pyes, pse duhet të mblidhen në një Chatham House Rules, pra në një konferencë anonime, kur në një konferencë kaq të rëndësishme që vendos fatin e njeriut, duhet të ishte plot e përplot me gazetar. Pse? Dhe tjetra, që më bën të shpërthej, është që si është e mundur që në vend që të reduktojnë, pra të reduktojnë investimet, por i shtojnë akoma më shumë duke e ditur që ky është vetëm fillimi i fundit njeriut. Tani, pika e tretë që thot Paul, sepse ajo më bëri për shumë përshtypje, Paul thot në intervistë e gjeni, Paul Tudor Jones, ai thot që ajo që më bëri më shumë thot që të drithërohesha është që këta nuk po flasin që për një problem në të ardhmen. Jo për 10 vjet, jo për 20 vjet, po flasin tani, aktualisht. Pra jo më shumë se 2, 3, maksimumi 4 vite. Flitet tani, brenda vitit 2030. Pra kërcënimi i madh, nuk është pas vitit 2030, tani, brenda 3-4 viteve. Pra ai thot që ajo që do vendoset tani, thot Paul, do jetë ajo që do bëj shfarosjen të paktën gjysmën e njerëzimit. Tani, ose kjo është e programuar, se më bën të mendoj, ose kjo gjë është e programuar, ose ka diçka që nuk shkon, sepse, shiko, një njeri që e di që po ndodh diçka dhe prap se prap insiston që kjo gjë të ndodh, atëre më bën të mendoj që ose është budall, ose e bën të qëllimshme. Unë nuk mendoj që janë budallënj, sepse janë ata që vendosin fatin e njeriut. Kështu që më bën të mendoj që e bëjnë të qëllimshme. Atëre kush është qëllimi i tyre? Që të zhdukin një pjesë të njeriut, të njerëzimit, si do ta zhdukin? Tani e kam një ide. Unë do ta hedh aty, por doja edhe një mendimin tuaj. Një ide e kam. Mbani mend që kemi folur që në vitin 2011-2012 për rendin e ri botror, që nga qendra, nga i qipi që kanë, njerëzit gjithë do jenë me qipa, okay? Por nga qendra do lëvizin çdo gjë. Nga një qendër vetme. Ja u kam thënë që atëre, që në vitin 2011, për rendin e ri botror, që një i vetëm, nga qendra, do menaxhoj çdo gjë. Do menaxhoj mendjet e njerëzve, mund t'i manipuloj ato, si do ta dishti nëse njeriu dikush, një makineri apo dikush të manipulon mendjen. Ti si do ta kuptosh? Si do ta kuptosh? Nuk e kupton dot. Pra në qoftë se ne nuk ndërgjegjësohemi tani dhe nuk bëjmë diçka tani, unë mendoj që s'kemi për të bërë më kurrë gjë. Një sekondë se më duket se po më merr familja. Tani, po e mbyll sepse po më presin. Unë do dola vetëm për të treguar 2 fjalë për këtë që sapo pash intervistë dhe doja të tregoja këtë sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Kjo do e vërtetoni këtë me kalimin e kohës, me kalimin e ditëve, që kjo ka për të bërë buj sa afërmi. Ky lajm që po ju them tani. Sepse me kalimin e kohës do ta anashkalojnë gjëra sikur nuk është asgjë. Por unë i gjeta ato videot dhe ka shumë mundësi që edhe videon e Paul Jonesit mund ta heqin. Bile mund edhe ta vrasin fare. Paul Tudor Jones. Nuk i dihet. Sepse ai doli jashtë rregullave. Shkoi dhe bëri publik se kush ka marrë pjesë në atë. Jo kush, por çfarë kanë thënë gjatë asaj konference. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.